qëre e kam plan, po unë pëti që të rëka I kitë për dëkësën I kam edhe këta drenicës, ta ketë ta shenë konë që kënë atonë, unë daj me kom desh për dëkënë, po I di u ketë Kosovë. Është I këthynë marë, burë. Po, me këthynë marë. Jesh me një fjallë, edhe në pas hongër ketë parët, në pas hongër vetë, di shka kanë reqë. Këta heqë, s'po ki shka ha. Shka me hongër, po s'ki shka me hongër. Po. A ma këta me hongër po harbat? Kush? Jo, me leshtë. Jo, bre, keti rejë, po shkejtë fort. Po 70 vjetë I kam, qëtë mi keti bëjlom. Unë më paskon ata gurët, ku rejheti me ta. Po që më rejhën dhe me ta. Jo, po e ka me mikrofon. Ja I ke do, po që aty një boks, dikuja ke dhonë. Ishallah. Vëllaj mu më da. Qa kështë boti me konë vend të? Unë më paskon vend tonë, si ti kësha hi, që ata që ta kësha roka e kështë një shquë. Cilën forë, besnikina? Besnik besnimin. Cili veçaj? Po ta ketë Livarholla ja, ta. E da kungi Livarholl. Oj, di që jam parë, unë edhe nërësia, tha, unë se tutë në ati në Livarholla ja. Po heqaj s'ka unë. Po në të mshes, s'ka që ka I baja. Aj nësë është qëre për më koni fort aj, unë më koni thomë Ramushit. Ramushit tangi ka thonë shkavit edhe u kry. I hongër parët, po, keti koshin halal një pas hongër. Ka liftu I fort o burë. Tha që kitë kanë liftu ata. Po ti po thu janë të legjë. Këta po thu na luftojnë me Amerikën. Me kove liftojnë me Amerikë. Po qëre në Zhenevë nuk I lonë me shdryp. Se pëse s'mi thirin Amerika me shku atje. Pëse s'më shkojnë. Rogova kër ka shku seftë në Amerikë, keti kom gjirimet. Kur I kanë prit ata. Këta pëse s'për shkojnë. S'kalon edhe I kërkan për mas. A I s'kalon I kalon dekës ata hongshit. I këta tutën me shku të vurët, tha? Jo, ata kanë dekë gjysa. A tutën me shku të vurët, tha? Natën gëzështin, ata me dalë të vurët që. Ja. Kishë vishku me pëdhak ditë marketinget, dhe ishme I falenderu shumë Bacena Dem Selmoni bashkë me këta bukra, edhe unë I përshëndes skejt, po na I kemë gjysën hombar, dëshitizon për një me, po dhe për një me I foli, këtë kushërini që po thot. Unë I kom thonën, ku kanë punu pa ven edhe. E nipi a kesi tja se e kushërini të di. Ja. Jo, doj nipi o si këti I ka go. Jo, nipi m'ka go momën. Po. Dhe që sholla si ka mos teqet që shtu? Ja, mos teqet për më pasë, unë do të pasë nonën për Paleja, mi po që të Pishmires do të përka një pësmire, unë jam një pësmire. Po, të kalzova, po. Kemi shku me vëllat dytë marketingut dhe është me këtyn pjesën e fundit me një mesazh për e gonës. Marketing, e gonës. Jemi këthy prej blokut të dytë të marketingut, pas asaj atmosferët të mrekullueshme që krijoi Baca Adem Selmoni. Pëlqeja, si mi gjaram është. Po. Si të mija, pësidit ka pëlqy tash për djallësit. Artisti vërtet. Artisti popullit. Po, është mirë mjë dhonë sa ma shumë hapësirë. E meriton. Gjenerata të tilla, vërtet kanë çka me tregu, I njohin traditat, e njohin jetën e Kosovës përgjithësi, edhe kanë çka me tregu për rrëfime të tyne. Jo mjë dhonë vetëm hapësira sa për të thonë, po mjë hapësirë sa duhet, sepse unë mendoj që kjo gjenerat ka çka të tregoj. Gani jemi minutat e fundit të emisionit për fond, a keni mendu ju si PDK, si Partitë Demokratike e Kosovës me drejtu Komisionit Parlamentar, apo Kuvendit me një rezolut për shkeljen dhe e lirive drejtat njeriut për kredet e vështirë shlimtare që janë hap? Atje për shkeljen drejtat e njeriut, besoj e din? Thamë të drejten, I tërë procesi ka fillu mrapsht. Ti se ke votu? Edhe mrapsht po shkon. Unë nuk e kam votu dhe ndina fort krenare që I kam thonë jo vendimit për gjykatën speciale. Por mendoj që mrapsht ka fillu e mrapsht po shkon, sidomos vetë loja me këta dëshmitarët e fundit, sidomos të cilët e pranojnë që janë komplet të dezinformuar ose të shërbyer me dezinformata e propagandë Serbisë. Kjo të regon mas mirëti se ku është ka të ndisë gjykata speciale dhe sa e pa nevojshme ka qenë. Unë mendoj që këtë cirkus duhet ndërpritet dhe ata burrat kthehen në Kosovë dhe vazhdojnë jetën aty ku e kanë lanë. Sa I përket
shkeljes së të drejtave të njeriut. Unë mendoj që kuvendi i Kosovës e ka komisionin i cili merret me të drejtat njeriut. A keni bën ju ndaj rezolutë? Si Parti Demokratike të Kosovës jemi mundu që të kemi kujdes që në asnjë formë dhe në asnjë rrethon mos kemi ndërhyrje në drejtësi ose mos reagimet tona mos merren si ndërhyrje në drejtësi. Por unë mendoj që nuk duhet të reagojmë si Parti Demokratike, po duhet të reagojmë si shtet e si shoqëri, sepse as Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, po edhe të tjerët nuk po gjykohen në Hagë pse janë pjesëtar të një partie politike. Absolutisht. Thjesht uroj dhe shpresoj që betejë të cilën ata janë duke u përballur në këtë betejë të përfundoj triumfalisht, ashtu siç kanë triumfuar në vitin 1999, ashtu triumfojnë edhe tani me një rezultat pozitiv dhe me një rezultat të drejtë e të duhur për vendin tonë. Fatkeqësia më e madhe është që si shtet nuk kemi mundur të jepim maksimumin ose të jepim kontributin tonë dhe t'ju qëndrojmë afër, por thjesht i kemi lanë në mëshirën e në mëshirën e padrejtësisë këtë rast, ose të një procesi i cili lën shumë për dëshiru dhe është përveç se është i padrejt, është edhe i dështuar, ose është i manipuluar, sepse del një dëshmitar dhe thotë që po të pranoj në gjykat që ka marrë materialin nga Serbia, ose është nxit nga propaganda serbe, mos dalët edhe që është pagu nga serbët. Kjo është e pafalshme dhe ne si shtet nuk kemi bë asgjë në këtë drejtim. Kështu që unë mendoj që jo si parti e jo si individ, si Gane ose si Sadri, por si shoqëri e si shtet duhet ju dalim në mbrojtje dhe duhet jemi me ta derisa ata të kthehen në Kosovë. Sigurisht. Vetë fakti që edhe sot kemi pas deklarata aq qesharake, aq jo profesionale. Unë mendoj që çdo minutë që ata vazhdojnë të mbetet atje, është duke u zhvilluar një padrejtësi e madhe. Sigurisht. Gane keni të përfund, unë s'kisha dashur me mesazh për te, por kisha dashur me prek pak e harrum temën edhe zbrapsjes Kosovës, sidomos gatrin. Do me thonë pak po heshtin politikan, sidomos qeveria për zbrapsja e trimëve, dalja e trimëve nga Kosova është numër jashtëzakonisht madh. Do me nuk ka asnjë qeveri e kaluar që ka qenë që janë largu ka shumë tri nga Kosova. Sadri, kjo mendoj që nuk është e lehtë për neve që jetojmë këtu. Kjo temë nuk duhet të harrohet në asnjë studio televizive dhe asnjë debat publik. Përkundrazi, kjo temë duhet të diskutohet shumë dhe të ngritet shqetësimi deri në nivelet